Të nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin ton të radhës Pyetjet në Kur'an. Bashkë me ne në studio është hoxha i nderuar Ahmet Kalaja. Hoxha i nderuar, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Atëherë sot do të kemi një ajet tepër interesant. Në fakt, sa herë që gjejmë ajetet, çdo ajet na duket i tillë, mirë po ka ajeti sotshëm, pra ka një tjetër specifik. Bëhet fjalë për ajetin 186 të surës El Bekare, kur Zoti i Madhuar thot: "Dhe kur të pyesin ty robrit e mi për mua, unë jam afër." Atëherë, hoxh, çfarë do të thot ky ajet? Pra e nisi me termin afër. Atëherë, bismillah, me emrin e Zotit. Ajeti kuranor faktikisht është një ajet madhështor, edhe i veçantë, dhe ka, le të themi, një fshehtësi interesante të gjuhës arabe brenda. Në përgjithësi në të gjithë Kur'anin, kur thuhet dhe kur të pyesin ty o Muhammed thuaj, është i vetmi një ajet kuranor që nuk thuhet thuaj. Pra, kur të pyesin ty o Muhammed për mua, unë jam afër. Thuhet, le të themi, në pjesën e retorikës, ata që merren, le të themi, në pjesën figurative dhe që bukuritë që ka gjuha arabe brenda, thot Allahu xhallahu nuk deshi të fusi fjalën thuaj mes ti dhe robëve të tij. Pra, o Muhammed, nëse ty të pyesin për mua, unë, jo thuaj, pra e hoqi thuaj që mos krijonte asnjë lloj distance. El Qarib, unë jam afër tyre, i afërti, pra ne gjejmë në shkencën e besimit nga emrat e Zotit El Qaribul Mujib, ai që është afër dhe që i pranon lutjet e robëve të tij. Pra, kur ne themi normalisht, do të thonë, themi në besimin e muslimanëve, ne besojmë se Zoti është mbi arsh e tjerë, mirë po besojmë njëkohësisht se Allahu është afër nesh me shikimin e tij, me dëgjimin e tij, me dijen e tij, pra kemi një lloj afrimiteti me Zotin ton për sa i përket mbikëqyrjes, dashurisë, mbrojtjes që Zoti ka për njerëzit e tij, për besimtarët e tij. Kështu që njeriu sa më afër të jetë me Zotin e tij, për sa i përket përkushtimit, adhurimit, veprave të mira, largimit nga harami, aq afër ka dhe Zotin e tij dhe aq më pranë e ka Zotin e tij. Ne madje gjejmë edhe diku tjetër në Kur'an përmendur të njëjtën situatë në surën Hud, ku Zoti thot se njëri prej profetëve i tha popullit të tij: "Inna rabbi qaribun mujib." Allahu është afër nesh dhe i përgjigjet lutjeve tona. Edhe këtu ajeti kuranor faktikisht ka ardhur në një moment kur Zoti tregon se ai përgjigjet lutjeve të njerëzve. Është një ajet i cili është përmendur në mesin e ajeteve të agjërimit. Pra, përpara kemi ajete agjërimi dhe pas kemi ajete agjërimi. Dhe mes tyre është fut ajeti i duas dhe i lutjes dhe se Zoti i Madh është afër nesh dhe dëgjon gjithçka. Për të na dhënë një sinjal që lutja dhe duaja në përgjithësi është e dëgjuar dhe e pranuar dhe Zoti e pranon etj, sidomos në kohën e Ramazanit, sidomos në kohën e agjërimit, kemi me shumë shanse që lutjet tona të pranohen, që duat tona të pranohen. Për shembull, kemi një lutje e ka agjëruesi çdo ditë, është hadith i saktë. Një lutje që është në kohën e iftarit, një lutje që është e çdo nate që dihet, është një lutje që është në kohën e sefirit apo 1/3 e fundit të natës. Pra, Ramazani, do të thonë, ka shumë hapësira, më shumë se çdo kohë tjetër, që lutjet dhe duat tona të pranohen. Pse? Sepse njerëzit zakonisht në Ramazan janë edhe më afër Zotit, larg harameve, duke u përmbajtur rregullave, namazit, domethënë janë shumë më afër Zotit, shpirti i tyre është më i lirë, shpirti i tyre është më i pastër, e si pasojë dhe lutjet e tyre pranohen edhe më shumë tek Zoti. Për këtë arsye, po ta lexosh ajetin më pas çfarë thot: "Ujibu da'wata da'i", i përgjigjem lutjeve të lutësve. Pra Allahu i përgjigjet lutjes së lutësve. Tani, kjo përgjigje ndryshon nga rast në rast, nga situata në situatë, për urtësitë e Zotit, sepse jo gjithmonë, domethënë, ka raste që mos të marrin përgjigje, po Zoti ka një sekret tjetër në momentin që nuk ta ka dhënë përgjigjen. Në fakt, to janë pyetje që do t'i trajtojmë me shpresën. Por para se shkojmë ke duaja, ju normalisht prezantuat një qasje tepër interesante. Pra që Zoti është afër njeriut me veprat dhe cilësitë e tij. Pra jo fizikisht. Pak a shumë siç themi me ne, po udhtonte hëna, ose prindi kur i thot fëmijës më ke me vete, pra kur shkon në shkollë. Këtu lind një pyetje tjetër, para se të hyjmë pra ke duaja,
që ne shohim dhe në jetën e përditshme. Pra, kur një punëtor ose dhe eksperimentet sociale që bëhen, pra, instalohen kamerat, njerëzit sillen ndryshe. Pra, kur ndjen e vëzhgimit dhe mbikëqyrjes, por tek besimtare, po tek njeriu, çfarë ndryshimi bën ndjesia e Zotit pranë, pra të pasurit Zotit pranë? Faktikisht duhet ndryshoj jetën e tij për mirë. Faktikisht, për këtë arsye dhe Zoti herë mbas here në Kur'an na kujton se ai po na mbikëqyr, ai na sheh, ai na dëgjon. Pra është pikërisht kjo që thoni ju, do të thonë njeriu i ruhet një kamera sepse e shfaq në një moment apo pozicion të pakënaqshëm. Mirë po, do të thonë ne do shohim si paraqitemi tek Zoti, në syt të Zotit si jemi, se në syt njerëzve ti mund edhe ta aktrosh, ti mund edhe të bësh 8 orashin e punës njeriu më të ndershëm dhe më të mirë, po puna është si në syt të Zotit. Pra, njeriu, domethënë duhet të bëjë llogaritë siç transmetohet një transmetim, thotë ja men ja'alta Allaha ahwana an-nadhirin ilayk. O ti që e bëre Zotin shikuesin më të pavlerë tek ti. Pra i dhe rëndësi shefit, i dhe rëndësi shoqënis, i dhe rëndësi kameras, i dhe rëndësi punës, kurse kur erdhi puna me Zotin, staniu, pra s'desh me atë ditë që po të shef Zoti ose jo, ndërkohë që faktikisht duhet ndodhë e kundërta. Njeriu mbi të gjitha duhet ndjej se ka një Zot i cili e sheh. Se në fund fare llogarinë ne do ta japim as para prindit, as para shtetit, as para llogarinë do ta japim para Zotit. Xheneti dhe xhehenemi janë pronë e Zotit, nuk janë pronë e askujt. Fundi në këtë botë ne çdo që të shfaqemi, sido që të shtiremi, në fund fare jeta e kësaj bote e ka një fund. Ndërkohë që fundi i vërtet i njeriu është xheneti ose xheneti. Pra, besimtari duke ndier Allahun xhelalu që është me shikimin e tij, me dëgjimin e tij, me mbikëqyrjen e tij, me dijen e tij, ai do të jetë thot tregohet në historinë islame, thot në një çadër në shkretir afrohet një mashkull, një femër. Dhe i thot të bëjmë. I thot po jo, thot se thot do të thonë po na vejnë re. I thot burri, do të thonë, ai mashkulli, i thot gjë, thot se s'ka kusht, thot jemi në shkretir, thot dhe jemi në çadër. Thot po shif, thot i thot përveç atij yllit. Do të thonë yllit, çfarë po na shef ylli. I tha ajo femra, i tha, po krijuesi i yllit. Po krijuesi i yllit. Pra, ideja është, më thonë, njeriu duhet ta jetojë këtë jetë. Unë mendoj, Zoti e din më së miri, problemi më i madh që ne kemi me namazet, me haramet, me gjunahet, me sjelljen, me edukatën, është se ne këtë fakt e harrojmë. Këtë fakt ne, domethënë, hutohemi. Se po ta kishim këtë lloj ndjesie do të ishim shumë të kujdesshëm. Unë do t'i the në punë, unë po them sikur neve, gjithë secilit prej nesh, t'i vijë një kamerë 24 orëshe. Si do të ishte kur del nga shtëpia? Si do të ishte kur takon gruan? Si do të ishte me fëmijët? Si do të ishte në punë? Si do të ishte kur hyp në autobus? Si do të ishte kur zbret nga autobusi? Si do të ishte kur parkon? Si do të ishte kur kalon semaforin? Duhet të ishte sepse është 24 orë. Atë 24 orë ai do të ishte ku e di njeriu më perfekt. Pra do të ndryshoj rrënjësisht për një kamerë e cila do të vendoset 24 orë, le të themi, në YouTube apo do të vendoset në televizion apo ku dëgjon etj. Pra ne duhet të ndryshojmë prioritetet në jetë. Zoti është i pari, jo vetëm me llafe, jo vetëm me fjalë. Zoti është i pari në atë që kërkon prej nesh. Zoti është i pari në sanksionet që ka vendosur ai në jetën tonë për të mirën tonë. Zoti është i pari kur ka thënë se ne duhet sillemi në këtë mënyrë, duhet. Për këtë arsye vjen ai i thotë, çfarë thotë? Feliestajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Të mbesojnë ashtu siç duhet. Të mbesojnë pikërisht duke besuar se Zoti është afër, din gjithçka, sheh gjithçka. Të mbesojnë në kuptimin të jenë në rregull, se nuk mjafton besojmë. Pra është njësoj se kur thua ti, unë besoj se ka ligje, po i shkel gjitha ligjet. Çfarë kuptimi ka fjala jote, unë besoj se ka ligj? Jo, ti e beson se ka ligj ky vend, po. Atë rri për ndryshe do të ndëshkohesh edhe kjo punë. Nuk mjafton që një thotë unë besoj. Or zotëri, pastaj çfarë? Qofse ti e ndërton jetën pastaj ti e ndërton jetën tënde, sistemin e jetës tënde në saj të normave të këtij besimi, kjo tregon se ti me të vërtet je besimtar. Për këtë arsye ai e kushtozoi, "Feliu'minu bi", "Feliestajibu li", le të më përgjigjen. Pra ti përgjigju një herë Zotit dhe prit përgjigjen e të Madhit Zot. "Feliu'minu bi la'allahum yarshudun", sepse kështu do të kenë dhe udhëzimin tim. Pra në momentin që ti paraqet
dëshirën dhe vullnetin për të qenë korrekt, do t'japi Zoti fuqinë, do t'japi Zoti forcën, walladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ata që mundohen në emër të Zotit, për hatër të Zotit, Zoti do t'ua bëjë mbar. Nuk ka ndodhur asnjëherë që dikush të mundohet për Allahun, të mundohet me bërë diçka mirë, të ketë dëshirën dhe vullnetin për të bërë mirë, t'ia bëjë hizmetin me pas sukses e Zoti ta lejë mbal. Nuk ka ndodhur kurrë dhe s'ka për të ndodhur kurrë. Thot pejgamberi alayhis salam, men yuridil khayra yu'ta. Ai një që dëshiron të arrijë një të mirë ka për t'ia mundsuar Allahu xhel xelalu. Nga ana tjetër felema azagu Allahu qulubu. Pra kur ata deviju Zoti, ja devijojnë. Kështu që domethënë felema azagu Allahu qulubu. Pra në momentin që ata devijuan, filluan vetë u alësoj dhe Zoti edhe rasti kundër, pra është për fajt atyre sërish. Absolutisht, për këtë arsye themi ne me yahdihillahu fala mudilla lahu me yudlil fala hadi. Atë që udhëzon Zoti s'ka kush pa ai që zgjedh për vetë e tij humbjen, s'ka kush ta udhëzojë përveç Zotit. Kështu që njeriu domethënë në momentin që mundohet me sinqeritet dhe e tregon veten se ku është, Zoti nuk e lën mbalt. Jo vetëm që nuk e lën mbalt, se kjo është interesantja, po edhe do të përgjigjet lutjeve dhe duave të tij. Pra do jetë sërish afër. Në fakt një nga mendimet që kush është shkaku i zbritjes këtij ajetit, thuhesh literaturën islame se një bedauin, pra një arabi, i kishte thënë profetit alayhis salam, a është Zoti larg që ta thrasim, apo është afër që ti lutemi? Të përshpërisim. Të përshpërisim. Ta përshpërisim. Po. Pra a është larg që ti thras më të madhe, apo është afër që ti përshpërisim, pra të lutemi me Zotin. Pra siç lutemi ne në namaz. Edhe Allah ju përgjigj pikërisht me ajetin Kur'an. Ky moment, pra Zoti është afër. Po. Tani këtu linj një tjetër pyetje, se shumë mirë. Madje ka edhe një hadith tjetër shumë interesant i ngjason këtij hadithi, thotë ishim me profetin alayhis salatu selam dhe njerëzit po ishin dua me Zot lart, ngjashme me këtë ngjarje, si thatë ju, dhe pejgamberi alayhis salam ju tha, "Ej, o njerëz, friksoni, uleni zërin se ju i luteni një Zot i cili është afër dhe i dëgjon të gjitha lutjet." Kështu që s'ka nevojë njeriu të vërtet. Pra ne shohim dhe mrekullinë e koherencës së teksteve, ajeteve, haditheve, se si ato në sintoni absolute ndërthuar me njëra tjetrën. Pra dhe në një kohë një sistem absolut, pra që kuptohet vetëm Zoti gjithsesi mund ta bënte. Por për të mbetur tek pyetja, pra Zoti që ka afër, dhe ju hoxha tha që shumica e problemeve që vjen edhe besimtarëve, pra kur flasim për besimtarët, kuptohet që pjesa tjetër që nuk beson Zot, pra është akoma dhe më amplifikuar problemi, është sepse nuk e ndjen Zotin afër. Tani teleshikuesit dhe kushdo që e dëgjon thotë, "Dakor, hoxha ju sqaroi që Zoti që ka afër." Por si mund ta ndjejmë ne Zotin afër, sepse ne nuk e ndjejmë, ne e harrojmë. Pra kush janë faktorët që na çojnë këtu dhe si ta kurojmë këtë problem që kemi, pra që ta ndjejmë praninë e Zotit afër nesh. Atëherë, domethënë njeriu është çfarë mendon. Njeriu është se si ai i imagjinon dhe i përgatit situatat e tij të jetës. Njeriu në jetën e tij ka prioritete dhe i rendit këto prioritete. Ne duhet që të vendosim prioritete në jetë. Prioriteti jon kryesor në jetë duhet të jetë Zoti, kënaqësia e Zotit. Ky është njëshi i panegociueshëm. Se është burimi i jetës dhe pastaj vjen familja, pastaj vjen jeta bashkëtorë, pastaj vjen le të themi familja, pastaj vjen puna, hallalli e kështu me radhë. Pra ne duhet vazhdimisht këtë njëshin, këtë prioritetin e parë ta përsërisim vazhdimisht. Për këtë arsye dhe Zoti i Madh në Kur'an këtë gjë e përsërit herë mbas here, pra nuk është se e tha një herë diku edhe e la me kaq. Një. E dyta, në Kur'an, Kur'ani si e ka shëruar këtë problematik, duke përmend shumë botën tjetër dhe takimin me Allahun. Po thuaj se nuk ka faqe në Kur'an ose çdo dy faqe ekstremi që mos përmendet bota tjetër para xhenetit, xhenemit. Pse? Sepse njeriu duhet të kuptojë që këtë Zot që nuk po e shohim, do ta takojmë. Është e sigurt që një ditë do të rrim përpara tij. Dhe sfida jon ose sprova jon e vetme është se nuk e shohim dot në këtë botë. Mirëpo Zoti na ka lënë argumenta në lutjet tona, na është përgjigj. Në jetën tonë se si na e ka organizuar janë shenjat e tij. Toka që mbi cilën ne jetojmë është shenjë e tij, argumenti i tij. Ajri i cili na rrethon është shenjë e tij, uji që ne pijmë është shenjë e tij. Çdo detaj duke nisë nga mikro dhe duke përfunduar në makro, nuk është gjë tjetër vetëm se argumenti i tij. Kështu që njeriu, domethënë, duhet ta vendosin në listën e tij kryesore, në numrin e tij të njëjsh të jetës të tij, Allahun dhe takimin me Allahun. Pastaj rregullosh çdo gjë. Po ta shohim në kohën e Mekës. Në kohën e Mekës kësaj gjëje është mshuar shumë.
Në kohën e Mekës është fol për Zotin një i vetëm që meriton të adhurohet dhe bota tjetër, vetëm për këto dy gjëra. Nuk ke atje as namaz, as agjërim, as alkool, as shamia, as gjë. Kishte nevojë brezi i cili, sepse po të shohësh historinë e Islamit, mbas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, përgjegjësitë më të mëdha në udhëheqjen e Islamit i kanë marrë muhaxhirët. Pse? Sepse ishin më të edukuar ashtu siç duhet, në krahasim me ensarët që e morën fen shumë shpejt, e morën fen letej për 10 vjet, ndërsa muhaxhirët e morën 13 plus 10 për 23 vjet. Pra edukimi i tyre ishte shumë le të themi më i thellë se sa pavarësisht se të dyja palët është kënaqur Zoti për tyre, të dyja palët Allahu u ka garantuar xhenetin, po flasim për përgjegjësinë në jetë. Pra kjo është e para. E dyta, neve domethënë mund të përjetojmë momente dhe situata që e ndjejmë këtë afërsi të Zotit, siç është namazi, siç është rënia në sejdë, siç është momenti kur bëjmë dua dhe subhanallahu, Zoti mund na jep shenjat, domethënë që na pranohet duaja, na pranohet lutem përgjithësi, domethënë tha Zoti në Kur'an, wa ataakum min kulli ma sa'altumu, Zoti u ka dhënë gjitha, pavarësisht se një harron nganjëherë, po ti mund të jesh lut le të themi një kohë X, po e ke marrë mas 3 vjeç, e ke marrë mas 10 vjeç, se atëherë ka qenë koha kur ti duhet ta marrësh frutin e asaj lutje që ke bërë para 10 vjeç apo përpara 5 vjeç, pavarësisht se një ngutët e kështu me radhë. Kështu që domethënë ne duhet ta kthejmë në diskutim, duhet ta kthejmë prioritet. Për këtë arsye ka këshill çdo xhuma obligative. Pra minimalja një musliman nuk duhet i kalojë java pa u këshilluar. Pse? Se duhet i kujtohet pikërisht ky fakt. Dhe po ta shohim për ditë xumaje, për sunetet pejgamberit alayhis salam është që thuhet inna Allaha kana aleikum raqiba, Allahu është mbi ju mbikëqyrës. Pra minimalja muslimani një herë në javë duhet ta marrë edhe një herë vesh faktin që Allahu është mbi ju mbikëqyrës. Normalisht ne dal nga dal po hym pra tek pjesa e lutjes, por mendoj se kushdo që na dëgjon, si të thush, ka një lloj barriere psikologjike në mendje në lidhje me lutjen. Dhe kjo është pyetje që në fakt është edhe shumë e diskutuar dhe brenda dietarëve musliman, a ndryshon lutja kaderin, pra provigjon hynor, caktimin e Zotit, mund t'i vëmë çfarë emri do duam, por në fakt ai është kader, është një caktim. Pra nëse gjërat janë caktuar, për çfarë duhet lutem unë? Pra si ti përgjigjemi kësaj lloj gjëje? E bukur është kjo. Faktikisht ne duhet bëjmë detyrën tonë si krijesa të Zotit. Ne kur lutemi jemi duke adhuruar Zotin. Pra duhet ta shohim kohën e lutjes si formë adhurimi, siç e adhurojmë Zotin kur falim namaz, siç adhurojmë Zotin kur bëjmë agjërim, siç adhurojmë Zotin kur japim sadaka, kur ne lutemi, faktikisht jemi duke adhuruar Zotin. Pra shihe një herë si një formë adhurimi. 2. Shihe si një moment komunikimi. Pra ti kur lutesh, je duke i fol dikujt, ai është Allahu. Ti po flet me Allahun. Është momenti më i bukur, është momenti më i mirë. E treta, ti duhet besosh se Zotit nuk i mungon asgjë. Zoti ka gjithçka në dorë. Çfarë i kushton Allahut që ti përgjigjet lutjes tonë? Asgjë nuk i kushton. Le të vim tek momenti i katërt që është nëse Zoti e ka shkruar unë për çfarë lutem dhe si lutem. Gjërat janë të lidhura në kaderin e Allahut shkak pasojë. Pra Allahu ka një ligj që quhet ligji i funksionimit të kësaj bote, ligji universal. Dhe gjërat në jetën e kësaj bote funksionojnë shkak pasojë. Pra nuk ka gjë edhe xheneti është shkak pasojë, edhe xhehenemi është shkak pasojë. Pra çdo gjë lidhet, ka një shkak të caktuar. Për drejtësi Zotit pra. Atë përgjigjja për këtë është se ne, nëse do të ecim me logjikën, nëse Zoti mund të më japi për çfarë do të lutem, atë përgjigjja është, po mirë, pse punon ti, ndërkohë që Zoti ta ka shkruar rrezikun? Jo, po s'ka lidhje, e njëjta gjë këtu, s'ka lidhje. Pra ne duhet bëjmë detyrën tonë, sepse Zoti e ka lidh atë që do të japi me shkaqet, që është lutja, që është namazi, që është largimi nga harami, që është respekti i prindërve, që është, pra janë shumë gjëra të lidhura me njëra tjetrën. Është njësoj si fjala e profetit alayhis salam që tha, ruajtja e lidhjeve të gjakut shton jetën edhe furnizimin. Si e shton jetën, po ne e dimë që është zbulos. Jo, ka ca metoda të tjera që ndryshojnë ca gjëra rrugës. Pra, ndryshimi i gjërave është lidhur pikërisht me lutjen që ne bëjmë. Pra, themin e caktimi i Zotit është dy llojesh. Caktimi i parë, i cili është caktimi i detajuar, dhe caktimi i dytë është ai që përcaktohet në barkun e nënës, i cili ka një hapësirë
ndryshimi. Inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imam. Është libri Lauhul Mahfudh, aty është çdo gjë e përcaktuar në detaje, ndërsa shkrimet e tjera përveç Lauhul Mahfudhit janë ato të cilat edhe mund të ndryshojnë, siç është ai bargut nonës, siç është ai që ndodh çdo nat kadri e kështu me radhë. Pra Allahu xhallal xhelalu e ka shkruar për robin që kur bën këtë lutje do t'i jepja robit tim, astaghfirullah, po japim një shembull thjesht për ta kuptuar njerëzit. Do t'i jepja robit tim këtë gjë. Është shkruar kjo gjë. Mirë, po robi im do të lutet dhe unë nuk do t'i jap këtë, do t'i jap edhe tjetrën. Pra është e shkruar dhe kjo tjetra. La yaruddul qadata illa dua. Nuk e kthen atë qadan e Zotit se duaja. Po pse është thënë? Kjo është thënë me kuptimin e inkurajimit, që njerëzit bëjnë sa më shumë dhe mos ta lejnë asnjëherë duan, sepse faktikisht edhe nëse e marrin përgjigjen e duas tonë, nuk po kthehet mbrapsht ajo, po thjesht domethënë po shkon kadaja me një kada tjetër. Pra caktimi i Zotit është duke ecë me një caktim tjetër, pra është një moment frymëzimi profetik që ne të inkurajohemi dhe të bëjmë dua sa më shumë. Pra, si më thënë, siç tha në një hadith, tha, njeriu kur lutet ka një prej tre gjërave. Ose e merr atë që po lutet, ose Zoti i largon një fatkeqësi që është e barabartë me fuqinë e lutjes tij, ose Zoti më dhe jep shpërblim botën tjetër. Than sahabët, i dhe nuk thirr ja Rasulullah. Atëherë po bëjmë sa më shumë lutje dhe dua. Qala Allahu akbar. Zoti edhe më shumë ka për të thënë. Pra ideja është njeriu duhet lutet, njeriu nuk duhet ta lej lutjen, njeriu orë duhet të përgjërohet Zotit. Ora ai përse është Zot? Që ti të përgjërohesh, që ti të thyhesh, që ti të drejtosh duart nga ai. E ke parasysh kjo formë që ne lutemi është lypje. Lyp si çfarë bën? E qit dorën njerëzve në rrugë. Ne nuk ja qisim një dorë Zotit, po ja qisim të dyja duart Zotit. Pra ti duhet të tregosh se je rob, je nevojtar. Ti ke nevojë për Allahun, nuk ka nevojë Allahu. Dhe ky momenti që ti drejton duart nga Allahu është shumë i dashur te Allahu. Sepse një nga problemet kryesore që kemi në sot shoqëri, teknologjia, zhvillimi, avancimi i jetës, i ka çuar njerëzit që të besojnë apo të mendojnë indirekt se janë vetë menaxhuesit e jetës tyre, se s'ka nevojë as për Zot as për gjë. Për këtë arsye vjen ajo goditje pam që njerëzimi dyrizohet. Vjen Covidi, vjen tërmeti, vjen tsunami që njerëzit kuptojnë, nuk jeni ju menaxhuesit e jetës tuaj, ka ai Zot lart i cili menaxhon jetën tuaj. Prandaj thyuni përpara këtij Zoti, përgjërojeni këtij Zoti. Këto kanë dalë gjitha analizat mirë, çdo gjë është okay, po s'po bëjnë fëmijë. Ka Zot pra o Zoti, nuk është çdo gjë e lidhur 1 + 1 bëjnë 2. Jo, më jo ka ai Zot lart, i cili është mbi njëshin edhe mbi njëshin tjetër. Kështu që, domethënë, njeriu domethënë duhet kuptoj se kaderi ka brenda edhe këtë lutjen tonë, edhe përgjigjen e lutjes tonë, kështu që njeriu nuk duhet i bindet, le të themi, djallit apo shejtanit në këtë moment që thotë nëse përderisa është shkruar, e pyetën njërin për burrave të teshëm dhe me këtë duhet ta mbyll. I than, nëse Zoti tha, kështu siç ishte pyetja, nëse Zoti ka për na dhënë gjithçka, por pse duhet lutemi? Ai dha një përgjigje shumë interesante filozofike, por shumë e bukur. Tha gjithë është puna. Bab me bir ka qenë. O babi tha, pse ne duhet lutemi kur Zoti tha, çka ka për ta dhënë, ka për ta dhënë. Tha o bir, tha, si është puna, tha, mund të jetë një moment që Zoti thotë lutuni për çfarë doni. Mund të jetë një moment që Zoti lutemi, edhe faktikisht kjo ka argument nga fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që thotë kujdes, mos u lutni kundër fëmijëve, kundër pasurisë, se mund të jetë një moment që Zoti i përgjigj çdo lutje. Pra ka disa momente që është e hapur oferta. Hapen dyrat. Kështu që kujdes se mund të luteni kundër vetes apo fëmijës kështu. Ka pas raste që ka thonë mos e prush kokën në shtëpi. Ka vdek fëmia atë ditë. Ajo është bërë shumë pishman që e bëra dua, po bile po shifshe një ditë në YouTube, ishte një grua egjiptiane, me të vërtetë jam prekur shumë. Kjo grua egjiptiane kishte pas 4 fëmijë. I kishte mallkuar ditën pikë mëngjesit. Kjo grua jetonte në Varreza tani, nga që kishte humb arsyen. Thot, pse? I thot ai, thot kur dolën thot nga shtëpia mëngjes, ju thash ardhshin arkivol. I kanë ardhur 4 fëmijë në arkivol. Pra duhet të them që praktik. Ore mund të jenë disa oferta hynore. Tani është momenti që i përgjigjem çdo lloj lutje.
Mund të marrësh ti, a kupton, lumturinë e kësaj bote, botës tjetër, kënaqësinë e kësaj bote, kënaqësinë e botës tjetër, mund të jetosh ti për shkak të atij momenti lutjen më të bukur. Për këtë arsye duhet shfrytëzojmë momentet, duhet shfrytëzojmë rastet, siç është sejdja, siç është kur ulet khatibi ditën e xumë mes dy hutbeve, siç është ora e fundit ose koha nga ikindia deri në akşam, siç është koha e 1/3 fundit natës, siç është koha kur fillon me zbret shiu, kur fillon të bjerë shiu fillim fare, siç është koha mes ezanit dhe ikametit, siç është koha e iftarit, siç është koha e syfyrit, siç është koha kur njeriu bie me ballin sejdë, siç është koha kur njeriu bën një vepër të mirë dhe mas veprës të mirë bën një dua dhe i lutet Allahu xhel xelaluhu. Momentet kur është njeriu duke bërë tawaf, kur është njeriu mbi Safa, kur është njeriu në Arafat. Pra ka disa momente kur mbasi pin ujin e Zemzemit, pra para se të pi ujin e Zemzemit bën dua. Pra janë disa momente, janë disa raste interesante që njeriu mund të shfrytëzojë. Për këtë arsye kemi nxitje, thot pejgamberi alayhis salam, thot Allahu, dëgjoj sa e bukur është kjo. Allahu kënaqet kur i lypni atij, Allahu kënaqet, ndërkohë që njeriu mërzitet kur i lypni atij ose është diçka e transmetuar nga të parët tan. Pra Allahu kënaqet. Allahu kënaqet. Pra Zoti do këtë përgjërimin ton, Zoti do këtë thyrjen ton, Zoti do këtë lypjen në thojzat tonë, don Allahu xhel xelalu. Ja ju nas antumul fuqara ila Allah antum wallahu huwal ghaniyul hamid. Ju duhet kuptoni që jeni ju nevojtarët për Allahun. Allahu s'ka nevojë për ne as për adhurim, po ama Allahu e do që njeriu të thyhet përpara tij, që njeriu të kuptojë se ka një Zot i cili menaxhon jetën e tij. O rob të mi, ju jeni të varfër përveç atij që unë e pasuroj, përveç atij që unë e vesh, përveç atij që unë jap ta e pi e kështu me radhë. Pra ne jemi nevojtarët dhe kjo duhet fiksuar mirë tek njeriu se nuk është ai Zoti i jetës tij, as nuk është ai menaxhenti i jetës tij. Pra hoç si që është palosët, në çdo qelisë të shoqërisë, pra ta themi kështu, njeriu është i rrethuar nga lutja, nga transmetimet që kanë ardhur në fe dhe nga lidhja që ky njeriu pra duhet të ketë me Zotin. Thënë ndryshe, pra duaja bën ndryshim në jetë, sepse Zoti i gjithësisë ka bashkuar lirinë me përcaktimin. Pra ne jemi të lirë për të ndryshuar, le të themi, caktimin ton ose fatin që na ka caktuar Zoti, dhe nga ana tjetër Zoti ka shkruar gjithçka në bazë të diturisë. Atëherë të nderuar teleshikues, shkëputemi për një ndërprerje të vogël dhe rikthehemi sërish bashkë në studio. Të nderuar teleshikues, ja ku rikthehemi sërish në studio, bashkë me Hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja. Hoxhë i nderuar, masi bëm një hyrje dhe një shpalosje pra të afërsisë dhe prezencës së Zotit, dhe le ta quajmë kështu, pra ndryshimit dhe që lën dhe gjurmët që lën duaja në jetën tonë. Në fakt është një moment interesant ku një nga dietarët apo thirrësit e shquar Islam, pra Aidel Karni, gjatë një turi që kishte më duket se në Malezi apo Indonezi, i bën një atentat. Dhe ai nis librin e tij duke thënë se kur dola nga shtëpia, nëna u lut pra që Zoti të më ruante, dhe plumi dhe se ishte afër nuk e kishte kapur. Dhe tha, kjo vërteton tha që lutja është më e fortë se sa goditja dhe shkrepja e plumit. Pra a ka më të vërtet kaq fuqi duaja, pra që njerëzit t'ju ruajnë nga vdekja, t'ju gjej punë, t'ju shtojë rrezikun, t'i bëjmë biznese? A është më të vërtet kjo një le ta themi një lloj telebingoje që i bën njeriu të jetë një jackpoti? Si është puna? Domethënë nëse ne besojmë se ka një Zot i cili menaxhon jetën e njeriu dhe i përgjigjet lutjeve të njeriu, kjo është absolutisht normale dhe tepër e logjikshme. Profeti alayhis salam ka thënë: "Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil." Tha duaja bën dobi për gjërat që kanë ndodhur, po edhe për gjërat që akoma nuk kanë ndodhur. Pra është tekst i qartë që lutja jep efektin e vet. Edhe për diçka që ka ndodhur, ka i problem jetësor, varfërie, shëndetje etj, po edhe diçka që akoma nuk ka ndodhur. Për këtë arsye ai hadithi më herë që përmendëm ne, tha ose Zoti ta jap atë që po ja kërkon, po ndoshta nuk ta jep se ti po kërkon budallallik. Ti mund të mallkosh, ti mund të kërkosh diçka që nuk e bën dot. Për dikush kërkon që të ketë një përgjegjësi ku dëgjon ndërkohë që Zoti e din që ky shtëpisë nuk po e jep hakun, familjes nuk po e jep hakun, jo të marrë tani amanetin e një xhamati apo amanetin e një qyteti apo amanetin e një vendi. Pra Zoti madh pavarësisht se mund të lutesh gabim, po Zoti ta lën, domethënë, dhe nuk ta jep sepse e di që ti nuk je për atë punë. Mirë po, Allahu ta kompenson. Dhe një nga format se si Zoti ja kompenson njeriu është e ruan nga fatkeqësitë që e presin.
Pra ti do t'jap një shembull shumë banal, le të themi. Ti fal sabahun me xhamat dhe thua: "O Allahu Zoti im, o Allah, të lutem që sot ti nxjerr dokumentat e shtëpisë, në hipotekë se po më vonojnë." Shembull banal, kot. Shkove ti, nuk i nxorre që nuk i nxorre. Dhe ti faktikisht i lut aq shumë, ora edhe ndoshta ke qa duke bërë dua. Mirë, po si nxorre prap dokumentat. Ndoshta ty atë ditë Zotit ka bashkuar një aksident. Ti faktikisht nuk i nxorre letrat e shtëpisë, ama shpëtova nga aksidenti. Nuk e din sekretet, ka shumë raste, jo sekretet. Po edhe po nuk përgjigj, edhe tha: "O robim, ditën e Kiametit, merr këto shpërblime." Tha: "O Zot, çfarë janë këto gjëra? Se unë si kam bërë." Tha: "O robim, tha, këto janë lutjet që unë ty nuk jam përgjigj në atë botë." Aty tha njeriu do të dëshironte që Zoti mos t'i ishe përgjigj asnjë lutje në dynja. Kur shef çfarë shpërblimi ka përgatitur Allahu xhela xhela. Kështu që domethënë mos ta shohim thjesht punë interesi. Ore, njeriu në radh parë po adhuron Zotin, e dyta Zoti ka për t'ia dhënë nëse është në të mirën e tij. Nëse është në të mirën e tij ka për t'ia dhënë Zoti, për ndryshe ka benefite të tjera që ne ndoshta nuk i kuptojmë dhe unë gjithmonë e them këtë. Ore, Allahu ka ca sekrete të mira për ne që ne nuk i kapim dot dhe nuk është kusht që t'i kapim, nuk është kusht që t'i kuptojmë. Po do të vijë një moment që do të na zbërthehen sekretet e Zotit. Dikush për shembull është lut shumë që të marrë degën e mjekësisë. Për shembull, kot po themi, kupton? Mirë, po ka marrë degën e imazherisë. Ke parë ti që në degën e imazherisë ai bëri hajër, jeci mbara, ju hapën punët, u bë njëshi. Lexuesi më i mirë i le të themi i skanerave kështu me radhë, i referohen gjithë njerëzit. Ndryshe që ndoshta në mjekësi ai do të bëte 5 vjet, mas 5 vjeçari do të bonte edhe 3 vjeçar tjetër, pastaj do i duhesh specialist 10 vjet derisa të fillonte të merrte para, domethënë. Pra Zoti ka urtësitë e veta në çdo gjë, domethënë. Dhe ne nuk i dim sekretet e Zotit, po ne duhet bëjmë ato që duhet bëjmë ne si krijesa të Zotit, pastaj urtësitë dhe sekretet i ka Allah. Apo siç është e thënia që sikur robi ta kishte dorë me zgjedh, do zgjedhte kaderin që i ka zgjedh Zoti, po ti dinte pra. Thuhet që është nga Imam Shafiu, pra. Sikur njeriu t'i jepej alternativa për të bërë kaderin e vet, po të kishte edhe kaderin e Zotit anash, pa çka ka shkruar Zoti për të, do të zgjidh atë që Zoti ka shkruar për të. Pra ajo është sikur ta dinte domethënë, dijen e përgjithshme. Në fakt unë njoh 2 persona në lidhje me duan, në të cilët shoku janë kohët shokut. I thotë që nuk po gjej punë. Dhe ky i thotë do të takoj me më të madhin. I thotë ky me kë, i thotë me kryetarin e bashkisë më lart, thotë, me kryeministrin lart fare, thotë. Me kë më i thotë ky? Thotë me Zotin e gjithësisë, thotë lutem 1/3 e natës dhe do të gjesh për punë dhe në fakt të nesërmen ky personi ka gjetë 2-3 punë. Pra duket sikur i hapet. Zoti ja çeli Zoti. Si puna ti me 222-shin. Ja, nuk e di. Është ka ndodhur në Siri, që i thotë thotë jam keq, jam për punë hoxha, se pa hoxha të bësh dua për mua, jo, tha do të japi numër telefoni, tha, lidho me atë numër telefoni. Tha çfarë numri, tha? 222. Tha po tallësh, tha, si më thon, ti je hoxha dhe po tallësh. Jo, tha, çon 2 natës, tha. Fal 2 rekat namaz der 2 pikalot, tha. Edhe ki për ta pasur që ka për të bëu Zoti me ty. Pikërisht. Pra, kush janë këto momentet, nëse mund të e thonë në mënyrë përmbledhur, më pikantet, pra siç është rasti konkret ku lutja pranohet. Pra dhe njeriu ta kërkoj, siç ishte edhe rasti që njeriu duhet të tregohet gjuetar, le të themi, këtyre oportuniteteve dhe ofertave. Kush janë kohët kur pranohet lutja? Atëherë momentet më interesante ne i përmendëm pak shumë shpejt shpar, domethënë, po unë po përmend diçka që neve e kemi të përditshme dhe nuk i kushtojmë shumë rëndësi. Koha mbas ezanit deri në thirrjen e ikametit, që është e garantuar, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Koha kur ne jemi me ballin tokë. Pra, pejgamberi sa më thotë momenti që një është më afër Zotit është kur është me ballin tokë, prandaj shtonin të sa më shumë lutje dhe duat. Përpara selamit, thotë pejgamberi alayhis salam, gjithsecili për ju kur tjeti ju në ulin në fundit i kërkojnë mbrojtje Zotit 1 2 3 4, thumma liyatakhayyar min ad-du'a ma sha'a, pastaj le të kërkoj çfarë të doj prej gjërave. Pra, është mas duave në tehijat deri në dhënien e selamit është një kohë speciale për të bërë dua, domethënë. E katërta kemi le të themi kohën, siç e përmend pak më përpara, kohën e Ramazanit që është koha e iftarit, koha e syfyrit.
Kemi një kohë speciale, ofertë speciale, me që po kërkon oferta speciale, është koha e 1/3 të fundit të natës. Pra është koha kur Zoti i Madh zbret në qiellin e dynjas dhe thot kush don diçka t'ja jap, kush kërkon diçka t'ja realizoj, kush lutet për diçka t'ja plotësoj, kush kërkon faljen time, unë do t'ja adhuroj. Pra është koha më e bukur kur njeriu mund t'i lutet Zotit. Le të themi ajo falja e natës që njeriu domethënë çohet për hatër të Zotit, për hir të Zotit, po edhe për hallet dhe nevojat e tij. Gjëja tjetër është për shembull le të themi dita e xhuma. E përmendëm pak më herët, pa që është koha kur ulet hoxha mes dy hutbeve, është kohë fantastike ka për të transmetim të saktë në muslim, po është edhe koha nga ikindia deri në akşamet e për këtë ka transmetim tjetër, pra që është koha më e bukur kur njeriu mund t'i lutet Allahu xhel xhelalu. Në përgjithësi dhe mbas veprave të mira, pra nëse njeriu bën një mirësi, mund t'i lutet Allahu xhel xhelalu nëpërmjet kësaj mirësie. Mund të jetë edhe e hapur lutja, le të themi njeriu në çdo kohë mund t'i lutet Zotit. E bukuria e lutjes është se nuk kërkon për njeriu të abdes, nuk kërkon për njeriu të gusl, nuk kërkon për njeriu domethënë diçka që speciale. E rëndësishme është që njeriu të jetë prezent, e rëndësishme është që njeriu ta ndjejë, e rëndësishme është që njeriu të kuptojë se është ai dhe Zoti dhe lutja e tij. S'ka nevojë për asgjë, domethënë ka të bëjë direkt me Allahun, ka të bëjë direkt me Zotin e gjithësisë. Le të themi kemi kohët për shembull kur njeriu po bën tawaf rreth Ka'bes, kur njeriu është në Arafat, kur njeriu domethënë është mbi kodrën e Safas apo mbi kodrën e Merves, përpara se të pi ujin e Zemzemit, edhe për këtë domethënë ka transmetim që Zemzem limashuri bele, uji i Zemzemit me çfarë do njeti që të pihet. Pra edhe madje ka transmetim interesante që dietarët dhe njerëzit e hershëm kanë pas bërë lutje të caktuara fikse dhe Zoti i Madh u aplotësonte dhe para pirjes ujit Zemzemit. Pra, le themi këto në disa momente nga më interesantet, lutja e prindit për fëmin është nga lutjet më të bukura, domethënë. Lutja e fëmijës për prindin gjithashtu, domethënë nëse fëmia lutet për prindin, sidomos mas largimit të tij nga jeta e kësaj bote, po edhe prindi nëse lutet për fëmin e tij, domethënë, rasti kur njeriu është udhëtim, lutja e udhëtarit nuk refuzohet. Pra është një hadith pra i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Në përgjithësi, domethënë këto janë disa momentet nga më pikantet ose ofertat më interesante që janë dhënë, ndoshta mund të ketë edhe të tjera, po për momentin ndoshta edhe nuk na vijnë. Pra, e rëndësishme është që njeriu mos harrojmë faktin që kur lutet duhet të jetë prezant, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë inna Allaha la yastajibu du'a ghafilin lahin. Thatë Allahu nuk i përgjigjet njeriu si është situar, pra thjesht bë dua, po as nuk e di çfarë duhet thonë, po kam mësuar ca formula, edhe i thotë, jo, njeriu duhet ta ndjejë, zemra e tij duhet të jetë prezente. Edhe njeriu domethënë duhet të përdorë emrat e Zotit në lutjen e tij dhe në duan e tij. Le të përdorë një kod etik, për shembull prej kodeve shumë bukura etike ne kemi dy momente duash. Kemi duat momentale për një hall, për një nevojë për bisiklet, kjo është gjë tjetër, dhe kemi duat e përgjithshme ta quajmë. Duat le të themi klasike. Duaja klasike ka një kod etik. Si fillim nis me falënderimin dhe lavdërimin e Zotit. Së dyti çohet salavat me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Së treti njeriu përmend të mirat e Zotit ndaj tij. Së katërti përmend dobësinë e tij përpara Zotit, së pesti futet tek halli dhe nevoja që ka. Kjo është mënyra më e bukur e paraqitjes së një lutje tek Allahu xhel xhelalu. Në fakt mendoj se pak a shumë gjërat kryesore i prekëm, mirë po se duaja është një enciklopedi që nuk e zaurohet dot me disa emisione, por bazuar ke aktualiteti, pra dhe si fund mendoja që t'ishte pyetja, ju thoni vetëm lutuni, por për çfarë nuk duhet lutet njeriu? Pra do ta sqarojmë pak edhe këtë se ndoshta njeriu e bukur kjo. Për para se t'ja përgjigjem do të jap edhe diçka shumë interesante. Nga një herë ne nuk dimë edhe të lutemi mirë. Për këtë arsye Zoti na mëson Kur'an se si të lutemi. Pra, ora thot dikush si të lutem për shembull, hap lutjet e Kur'anit. Zoti na ka mësuar se si bëhen lutjet, ose lutjet profetike. Profeti alayhissalam, ora më bukur që mund të mësoj ty me bër lutje janë lutjet kuranore. Më bukur që mund të mësoj ty të bësh lutje janë lutjet profetike, se nganjëherë njeriu e ka parasysh s'di edhe çfarë thot, s'di çfarë të kërkoj. Kështu që madje ka dhe libra shumë interesant që thot lutjet e Kuranit. Pra gjitha lutjet e Kuranit i ka sjell në një libër. Lutjet profetike, pra gjitha lutjet profetike. Madje unë në kohën e Covidit, domethënë ka qenë një shkrim shumë interesant
70 e sa gjëra që i ka kërkuar profeti Allahut dhe 70 e sa gjëra që profeti i është lutur Allahut që mos ta mbrojë nga këto gjëra. Pra i ke ca gjëra ti që ty edhe nuk shkon mendje, për shembull, aq bukur, për shembull, lutja Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Është një lutje që i ka të gjitha brenda. O Zot, na jep mirë në këtë botë, s'ka lënë gjë jashtë. Na jep mirë në botën tjetër, s'ka lënë gjë jashtë. Dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit, s'ka lënë gjë jashtë. Pa, janë lutjet Kur'an, lutjet e profetëve për shembull. Lutjet e pejgamberit alayhisalatu selam, si është përgjigjuar i Zotit, si është lutur Zotit. Për shembull le themi, o Allah, o Zoti im, kërkoj prej teje çdo të mirë që e ka kërkuar prej teje profeti yt. Dhe kërkoj mbrojtjen tënde prej çdo gjëje që ka kërkuar mbrojtjen prej saj profeti yt. I ke thënë gjitha, s'ke nevojë për asgjë. Ose o Zot, tha, një nga lutjet tjera për shembull që është transmetuar nga profeti alayhisalatu selam, o Zot, më fal çfarë kam bër, çfarë do të bëj? Çfarë kam bërë dukshme, çfarë kam bërë të padukshme. O Zot, më fal ato gjëra që unë i kam harruar dhe s'kam kërkuar falje. Pra i dhash këto si modele për t'treguar që ne duhet të lexojmë, pak duhet të kthehemi te Kurani, duhet të kthehemi tek hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam, se kemi ca gjëra shumë të gatshme, siç është borxhi, siç është smundja, ke shumë gjëra. Pastaj seksioni i duas, siç e thatë edhe është enciklopedi në veten Islam, është gjë në vete, sepse ke dua kur del nga shtëpia, kur futesh në shtëpi, kur futesh në treg, kur futesh në xhami, kur del nga xhamia, kur vesh rrobën, kur heq rrobën, kur han bukë, kur çohesh prej buke, kur flen gjumë, kur pra është aq e bukur dhe aq interesant. E rëndësishme të vim tek pyetja e fundit, me sa kuptoj, që është për çfarë nuk duhet të lutemi. Dy gjëra duhet me i marrë në mend gjithmonë. E para, ne nuk duhet të lutemi për harame. Pra nuk mund të lutesh ti o Zot ma mëso që t'ja marr tokën këtij tjetrit. S'është e huaj, është malli i huaj. Pra mos u lut për të bërë një haram. Ose rinia është shumë prezente që lidhe me filane, për shkak i bie që ti je shumë i paedukuar me Zotin. E dyta është ajo që ka thënë pejgamberi alayhis salam, mos u lut, mos mallkoni veten. Mos mallkoni fëmijët. Mos mallkoni pasuninë, se mund të jetë momenti ku Zoti i përgjigjet çdo duaje. Pra mund të jetë ai momenti që tham ne, lutuni për çfarë doni. Atëherë duhet të qenë shumë i kujdesshëm, sepse mund të bësh një dëm shumë të madh vetes tënde, shëndetit tënd, mund të bësh një dëm shumë të madh pasurisë tënde, mund të bësh një dëm shumë të madh njeriu tënd të afërt më të shtrenjtë të jetës, edhe ti pastaj bëhesh pishman, po nuk bën më dobi iku njeriu, u largua nga kjo botë. Për këtë arsye dy gjëra duhet kemi parasysh, mos lutemi për gjëra që janë haram ose për ndërprerje të lidhjeve farefisnore, dhe mos lutemi për gjëra të cilat na dëmtojnë, sepse edhe pse mund të jesh një sprov, për shembull, tha o pejgamberi i Zotit, ose domethënë transmetim tha, mos kërkoj ndonjëri për jush që Zoti t'ja marrë shpirtin. Po si, çfarë? Tha, nëse është një gjendje shumë vështirë të jetës, të thot, o Allah o Zoti im, nëse jeta ime për të jetuar është më e hajrit, më mirë për mua, më jep jetën. O Zot, nëse vdekja është më e mirë për mua, pra krahasim atë që mpret botën tjetër, ma merr jetën. Pra në fund fare e la zgjedhjen kujt? Allahut. Pra aq rëndësi ka kushtuar Islami disa detajeve. Për këtë arsye thashun, domethënë ne po të lexojmë gjejmë ca zgjedhje në jetën tonë, ca dua, ca gjëra të mrekullueshme. Mos kërkoni vdekjen. Jo vetvrasja që s'bëhet fjalë nuk lejohet në Islam, po as me kërku vdekjen nuk lejohet. Po çfarë të bëjmë? Jam keq, është situata e vështirë. Thuaj, o Zot, nëse është më e mira për mua me jetu, ma jep jetën. O Zot, nëse është më mirë për mua të vdes në këtë moment, më jep vdekjen. Pra ja lën në dorë zgjedhjen Allahut xhelaluhu. Dhe në fakt kjo pyetje unë e kam gjetur pak edhe tek Ibn Xhauzi, ku një person i thot Zotit një asket që o Zot më sprovo. Se du të bëhemi devotshëm dhe Zoti e sprovon, thjesht ai duke mos pasur mundësinë e urinimit, i bllokohet trakti urinar. Dhe mas i fryet barku mas 3 ditësh, thot o Zot, pra ma hiq këtë sprovë se nuk e bagam dot. Pra, edhe kjo pjesa tjetër që ju thoni që më smur, më jep, nuk bën sepse ka një urtësi se si Zoti e sprovon robën, pra vjen në inercinë e jetës, në kontekstin e saj që ne mund të mbartim dhe të suportojmë dhe në një urtësi pra mallore që e din vetëm Zoti i gjithësisë. Atëherë hoxh, mos më mbetet vetëm se t'ju falenderoj pra për këtë zaurim dhe shtërim që i bët këtij ajeti, që ishte tepër madhështor, dhe gjithashtu pra të falenderoj televizionit për vëmendjen që na kushtuan. Atëherë deri në takimin e radhës, mirupafshim dhe mirë dëgjofshim.